Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Jehona Bajrami Gashi. Mirëmbrëma të nderuar shikues, ky është edicioni më i ri informativ në Tribuna Channel. Fillimisht shohim bashkë titujt kryesor të këtij edicioni. Lista zeze Barack Obamas i hesht politikanët dhe institucionet, asnjëra palë nuk përgjigjen ndaj kësaj liste të shëbave. Kushtozimi i demarkacionit me liberalizim të vizave është shpikje e BE-s, kritikat i adresohen qeverisë së Kosovës. Ferronikeli mund të marrë rrymë jashtë Kosovës në vend të uljes së çmimit gjigant i metalurgjik i ofrohen alternativa. Kërkohen modele për forcimin e rendit dhe ligjit në vend, prioritet mbetet fuqizimi i drejtësisë dhe pavarësimi nga politika. Presidenti i SBA-ve Barack Obama e ka publikuar listën e zezë të personave të rrezikshëm nga mbar bota për SBA-t. Aty figurojnë edhe 37 shqiptarë nga e gjitha hapësira ballkanike. E në mesin e tyre vazhdojnë të jenë edhe disa politikanë e diplomatë nga Kosova. Sot, asnjë nga ta nuk ka folur për këtë listë. Ambasador, deputet, kryetar të partive politike e kryetar të komunave të Kosovës figurojnë si persona të rrezikshëm në listën e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama. Në këtë listë janë 37 shqiptar nga e gjithë hapësira ballkanike: Daud Haradinaj, Recep Selimi, Azem Sylla, Haradim Balaj, Fatmir Limaj, Ramiz Ladrovci, Samil Ushtaku, Rustem Mustafa, Emrush Gjemajli, janë disa prej emrave të shtetasve nga Kosova, që SBA i konsideron persona të rrezikshëm për sigurinë e saj. Në listën e publikuar nga Departamenti Amerikan i Thesarit në faqen e saj zyrtare përfshihen edhe një sër kompanish apo organizatash humanitare kryesisht me karakter islamik, si edhe disa grupime paramilitare apo lëvizje ushtarake të krijuara që në kohën e luftës në Kosovë e Maqedoni, si Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Armata Kombëtare Shqiptare e tjerë. Personat apo kompani që figurojnë në listën e zezë cilësohen si të rrezikshëm apo në mbikëqyrje të rrept për financim të terrorizmit, nxitje të ekstremizmit apo vepra të tjera të rënda. Tribuna Channel ka provuar të kontaktoj me të apostrofuarit e kësaj liste. Kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, ka thënë se nuk dëshiron të prononcohet rreth kësaj çështje. Të paqasshëm kanë qenë edhe deputetët Recep Selimi e Daud Haradinaj. Televizioni nuk ka arritur të marrë një përgjigje as nga dy ministrit, ajo e punëve të brendshme dhe ajo e jashtme. Në këtë listë i vetmi shtetas nga Shqipëria është Hidayet Beqiri, ndërsa nga Maqedonia rezultojnë Mendu Thaçi, Gafur Adili dhe Nuri Bexheti. Në publikim të Shtëpisë së Bardhë thuhet se veprimet e personave që kërcënojnë paqen dhe përpjekjet ndërkombëtare për stabilizim në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë edhe aktet e dhunës ekstremiste dhe aktivitetet obstruksioniste, vazhdojnë të përbëjnë një kërcënim të pazakontë dhe të jashtëzakonshëm ndaj sigurisë kombëtare dhe politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara. Për këtë arsye, presidenti amerikan Barack Obama ka vendosur që emergjenca kombëtare e shpallur më 26 qershor 2001 dhe masat e miratuara në atë datë duhet të vazhdojnë të mbesin në fuqi edhe pas 26 qershorit 2016. E kreu i shtetit të Kosovës Hashim Thaçi do të marrë rrugë pikërisht në drejtim të kontinentit të Amerikës. Ai do të marrë pjesë në inaugurimin e zgjerimit të kanalit më të madh në botë, atij të Panamas. Ky kanal është i gjatë 82 kilometra dhe kalon nëpër ngushticën e Panamas, duke u lidhur me Oqeanin Atlantik dhe me Oqeanin Paqësor. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, pas vizitave në shtete të ndryshme të rajonit dhe Evropës të premten, ai do të udhëtojë për në Panama. Këtë e ka konfirmuar për Tribuna Channel Ardian Arifaj, këshilltari i presidentit Thaçi. Atje, Thaçi do t'i bashkohet më shumë se 20 liderëve botëror, të cilët do të marrin pjesë në inaugurimin e zgjerimit të kanalit më të madh në botë, atij të Panamas. Përveç Thaçit, në këtë ceremoni do të marrin pjesë edhe ish presidenti amerikan Jimmy Carter, si dhe më shumë se 9 president, mbi 7 kryeministra, si dhe qendra përfaqësues të shteteve të ndryshme të botës. Mësohet se në margjinat të ceremonisë Thaçi do të zhvillojë takime bilaterale edhe me president, kryeministra dhe përfaqësues të shteteve të ndryshme. Kanali i Panamas është rruga e dytë më e madhe ujore në botë, e cila lehtëson qarkullimin e anijeve. Ky kanal është i gjatë 82 kilometra
dhe ka lënë nëpër ngushticën e Panamas duke lidhur Oqeanin Atlantik me Oqeanin Paqësor. Kalimi i parë nëpër kanalin ujor është inauguruar në vitin 1914, në të cilën punimet për ndërtimin e tij kanë filluar në vitin 1904 dhe në vitin 2014 Panamaja ka festuar 100 vjetorin e hapjes së tij. Ky kanal ishte nën administrimin e SBA-ve deri në vitin 1999. Derisa tha që bëhet gati për udhëtim, shefi i qeverisë Isa Mustafa po merret me antarët e kabinetit të tij. Ai sot e ka konfirmuar dorëheqjen nga detyra e ministrit të mjedisit dhe planifikimit hapësinor të Ferit Agani, duke cilësuar atë si veprim të mirë. Mustafa ka thënë se institucionet e drejtësisë duhet ta kryejnë punën në mënyrë të pavarur. Dorëheqjen nga detyra të ministrit të mjedisit dhe planifikimit hapësinor Ferit Agani e ka konfirmuar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, duke e cilësuar atë si veprim të mirë. Ai ka thënë se sipas ligjeve në fuqi do të ndërmerren masa që të kryen procedurat derisa institucionet e drejtësisë në mënyrë të pavarur të kryejnë punën e tyre. Unë e vlerësoj gjestin e ministrit Agani dhe vlerësoj se ne do të zbatojmë gjitha procedurat, të zbatojmë ligjin dhe të mundsojmë që në mënyrë të pavarur institucionet e drejtësisë ta kryejnë punën e tyre. Kabineti qeveritar në mbledhjen e sotme ka miratuar shqyrtimin e projektligjit për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për financat e pushtetit lokal, i cili ka të bëjë me caktimin e buxhetit shtesë për 14 komuna të Kosovës, me më pak se 22.000 banor. Ministri i Financave Avdullah Hoti tha se çdo vit qeveria është dashur me rishikimin e buxhetit të ndaj buxhet shtesë për këto komuna dhe sipas tij ky projektligj e zgjidh përfundimisht këtë problem. Me këtë projektligj është paraparë që për një periudhë kalimtare deri në vitin 2019 nga granti i përgjithshëm që ju takon komunave, që është në shumë prej 10% të hyrave të rregullta tatimore, të ndahen 4 milion euro komunave që kanë popullsi me pak se 22.000 banorë që janë gjithsej 14 komuna. Por edhe pse u përkra ky projektligj, pati propozime që shuma e mjeteve të mos caktohet me ligj, por qeveria të caktoj buxhetin me anë të vendimeve. Por mendoj që ndoshta juridikisht mund ta rregullojmë pak më mirë. E para ndoshta për këtë vit nuk prish punë 4 milion, por ligj mos shënohet shuma, por shënohet që me vendim të veçantë të qeverisë ka përjashtim nga kjo rregull prej vitin në vit. Në mbledhjen e qeverisë u miratua shqyrtimi në parim i nismës për lidhjen e marrëveshjes financiare për IPA 2017 ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kabineti qeveritar miratoi edhe propozim vendimin për trajtimin e kafshëve të konfiskuara, të cilat dyshohet se janë të kontrabanduara, për të cilat u propozua që të strehohen në një strehimore afër burgut të Dubravës. Qeveria në këtë mbledhje miratoi edhe një sër propozim vendime të tjera. Kryeministri Mustafa dhe zyrtar tjerë të lartë të Kosovës në vazhdimsi janë ankuar për vendosjen e kritereve të shumta për ta fituar liberalizimin e vizave, por analistët dhe opozitarët e fajsojnë pikërisht qeverinë për futjen e demarkacionit si kusht shtesë. Vendosja e demarkacionit si kusht për liberalizimin e vizave është pikje nga ana e Bashkimit Evropian, e cila vazhdon të ketë probleme në vendimarrje në raport me Kosovën. Ky problem është i theksuar për faktin se 5 vendet e kësaj bashkësie ende nuk e njohin Kosovën, për sa kohë që as në Kosovë nuk ka konsensus për këtë çështje. Kështu vlerësojnë njohës të integrimeve evropiane. Në anën tjetër, në opozit thonë se vendosja e këtij kushti nga ana e Bashkimit Evropian është bërë me kërkesë të qeverisë së Kosovës, e cila me këtë veprim ka tentuar të rikthejë opozitën në kuvend. Profesori i integrimeve evropiane Avni Mazreku thotë se përpara çdo vendimi për demarkacionin, atij duhet i parapri ulja në një tryezë liderëve të partive parlamentare. Për këtë çështje sipas tij kërkohet konsensus nacional. Unë mendoj që çështja gjithmonë kur vjen çështja e marrjes së vendimeve politike për Kosovën në Bashkimin Evropian, ka problem për sa i përket mungesës së këtyre 5 njohjeve. Dhe mendoj që kjo shpikje Bashkimit Evropian duke e ditë që ky konsensus midis pozitës dhe opozitës nuk ka ekzistuar dhe që kjo çështje ka shkaktuar krizë parlamentare dhe politike në Kosovë, gjithmonë duke e përdorur këtë themi amulli politike që ka ndodhur në Kosovë dhe duke e ditë që çështja e procedimit në parlament përkatësisht ratifikimit të demarkacionit të kufirit do të jetë një detyrë vështirë politike si rezultati i mungesës së këtij kompromisi midis pozitës dhe opozitës, mendoj që Bashkimi Evropian domethënë këtu e ka shpik një kriter ekstra, i cili kriter në fakt nuk është përdorur
përdor për asnjërin nga vendet e Ballkanit Perëndimor, bile nuk është përdor as për procesin antarësimit. E nënkryetaria e Komisionit për Integrime Evropiane, Valdete Bajrami, e ka fajsuar qeverinë që e Kosovës i është vendosur ky kriter. Për mbetjen në getot e qytetarëve, ajo i ka vënë fajin qeveritarëve, të cilët sipas saj nuk janë në gjendje të kryen detyrat siç duhet. Kemi thënë edhe më herët, jemi deklaruar dhe prapë deklarojmë që nuk është e drejtë i bëhet ky kusht qytetarëve të Kosovës. Pikërisht shteti fqinj, i cili është i gatshëm të negociojë për demarkacionin, atij nuk i është vërë kusht vija kufitare, po e kemi edhe Sloveni dhe i kemi vende tjera të cilët ende nuk i kanë të përcaktuara vijat kufitare, po janë pjesë e BE-s. Për atë edhe është dyshimi që pala kosovare ka bë kërkese, jo Parlamenti Evropian dhe jo pjesa tjetër e BE-s, andaj edhe kërkesa e Zojës Fajan, deputetes Parlamentit Evropian, është me vend që për çfarë arsye t'i vihet ky kriter Kosovës, dhe është e padrejtë. Ratifikimin e kuvendi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi është një nga kriteret e shumta që Bashkimi Evropian i ka vendosur Kosovës, para se qytetarët e saj të lëvizin lirshëm në zonën Schengen. Ndërkohë është rritur ndjeshëm numri i kundërshtarëve brenda dhe jashtë kuvendit për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Në kuvendin e Kosovës janë dëgjuar akuzat më të rënda për tradhti, krim e hajni dhe askush nuk e ka qarë kokën për ato që ka thënë. Kështu ka deklaruar kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli me rastin e shqyrtimit të nevojës për krijimin e një komisioni të veçantë parlamentar, i cili do të merrej vetëm me çështje të etikës. Aktualisht në kuvendin e Kosovës funksionojnë 15 komisione parlamentare. 4 prej tyre janë të përhershme, por këtij numri mund të shtohet edhe një komision i ri për etikën parlamentare. Kështu është paralajmëruar në tryezën parimjet e etikës parlamentare dhe integriteti institucional. Kjo tryezë është organizuar në kuadër të bashkëpunimit në mes Kuvendit të Kosovës dhe Komisionit të Kongresit të SBA-ve për partneritet në zhvillimin e demokracisë. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli tha se të flasësh për etikën parlamentare është shumë e veçantë, veçanërisht tani pas një kohe jo të lehtë që ka kaluar ky institucion. Etika parlamentare në rrethanat aktuale nuk është luks, por nevojë urgjente institucionale, u shpreh kryekuvendari Veseli. Brenda këtij kuvendi, i cili është e Republikës Kosovës, janë dëgjuar akuzat më të rënda. Akuzat për tradhti, akuzat për hajni, akuzat për krim. Edhe shpeshherë kush se ka çaj kokën për me marrë përgjegjësi për ato cilat i ka folur. As dënjojt shkojnë prokurori. E keqja është se ky sindrom po bartet edhe në shoqërinë civile. E flasin secili, por nuk shkojmë tek ai kualiteti i cili duhet ta vëjmë para përgjegjësisë. Veseli tha se çdo institucion dhe çdo shtet nuk e bën demokratik as kushtetuta dhe as rregulloret, por baza morale. Vërtet, kemi bërë shumë progres, por ne duhet ta pranojmë faktin që jo vetëm Kuvendi i Republikës Kosovës, po sot aktualisht më vjen mirë se janë edhe përfaqësues shoqërisë civile, bashkëndajmë mendimet bashkërisht se politika sot është bërë një sinonim këto fenomene negative, cilat kanë të bëjnë me korrupsion, krim të organizuar, me akuza cilat janë shumë të rënda, akuza cilat edhe në rrugë, nëse dëgjohen, është për shqetësim për një shoqëri e cila ndërton standard. Me të mbaruar fjalimin kreu Kuvendit Kadri Veseli, mediat nuk u lejuan që të qëndrojnë në këtë tryezë, ndërsa shkurtimisht mediat kanë xhiruar fjalimin e drejtorit të NDI-s për Kosovën, Aleksandar Çavarja. Ai citohet këtë thënë se votbesimi në politikë dhe në kuvend në përgjithësi ka rënë në mënyrë të theksuar në tërë botën dhe jo vetëm tek ne. Por përqendrimi i NDI-s sipas tij është të rishikohet se si të mbrohet integriteti i legjislaturës së kuvendit. Pjesë e kësaj tryeze ishin edhe deputet të opozitës, si dhe përfaqësues nga shoqëria civile. Idem për themelimin e një komisioni për etikën parlamentare e kanë dhënë zyrtarë të Kongresit Amerikan, të cilët po qëndrojnë për vizitë në Kosovë. Koordinimi i institucioneve të drejtësisë konsiderohet se do t'i shërbente sundimit të rendit dhe ligjit në vend. Ky fuqizim duhet të shfrytëzohet para së gjithash për pavarësimin e sistemit të drejtësisë nga politika. Kështu tha në një tryezë që për temë kishte fuqizimin dhe sundimin e ligjit. Kisha desht shumë shkurt
Shumë nga të ftuarit nuk ju përgjigjen ftesës për pjesëmarrjen në takimin me temë mekanizmat koordinues për fuqizimin e sundimit të ligjit, organizuar nga UNDP dhe Ministria e Drejtësisë. Aty nuk ishte i pranishëm as kryeprokurori i shtetit Aleksandar Lumezi, ndërsa nga Këshilli Prokurorial ai gjyqësor erdhën vetëm zëvendësit e drejtorët e departamenteve. Por nga ata që ishin të pranishëm u vlerësua rëndësia e koordinimit të këtyre institucioneve të drejtësisë në mënyrë që sundimi i ligjit të fuqizohet. Fuqizimi i sistemit të drejtësisë duhet të shfrytëzohet pa pavarësim nga politika, ka vlerësuar ministri i drejtësisë Hayreddin Kuqi, edhe pse konsideron kornizën ligjore si më të mirë në rajon e që ka lidhje direkte me përmbushjen e kriterëve për antarësim, ministri Kuqi ka një sqarim për këtë proces. Drejtësia është më shumë se fushë e integrimit evropian, është punë e mirë për shërbimet për qytetarët tonë. Dikush që shërben në Kosovë vlerëson se institucionet kanë bërë punë të mirë në sistemin e drejtësisë dhe pret me padurim antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Me padurim po e pres ditë që ju të aderoni në Bashkim Evropian. Kudo që të jem në botë, do të vi në Kosovë për të festuar me ju. Keni bërë punë të mirë për një kohë të shkurt. Pjesëmarrësit në këtë rrezë kanë vlerësuar kontributin e UNDP-s në rrugën e integrimit evropiane. Konsiderojmë se është i domosdoshëm dhe i nevojshëm bashkëpunimi në sferën e vlerësimit të performancës së gjyqtarëve dhe prokurorëve, me qëllim që karriera e gjyqtarit dhe prokurorit të jetë e bazuar në kritere objektive dhe në standardet më të larta të brejtës. Tek agenda evropiane, mekanizmi ka mbështetur institucionet të drejtësisë në përmbushjen e obligimeve që kanë dalë nga raporti për vendin ose siç njihet më herët raporti i progresit. Kriteret që kanë dalë nga udhërfyesi për liberalizimin e vizave. Konkluzionet nga takimi i dialogut të procesit stabilizim asociimit për drejtësi, liri dhe siguri. Përgatitja e planit kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe në hartimin e planit kombëtar për implementimin e AKIS. Edhe Idain Ismaili, zëvendës kryesues në Këshillin Prokurorial, tha se UNDP ka ndihmuar në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit, por dhe në përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave. Me ftesë të kryetarit të Gjykatës Kasacionit të Serbisë, kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Feyzullah Hasani, po merr pjesë në konferencën treditore të krerëve të drejtësisë së Evropës Qendrore dhe Lindore. Në Beograd është diskutuar për harmonizimin e praktikave gjyqësore, për bashkëpunimin e gjykatave supreme me Gjykatën Evropiane të drejtave të njeriut, për ndërtimin e besimit publik në gjyqësor, për marrëdhëniet me median dhe publikun, si dhe për arsiminin e vazhdueshëm të gjyqtarëve dhe zyrtarëve ligjor. Aty po marrin pjesë krerët më të lartë të gjyqësorit nga Evropa Qendrore dhe Lindore. Ndrojmë temë të informacionit. Kërkesa e menaxhmentit të kompanisë Feronikel në Drenas për uljen e çmimit të energjisë elektrike nuk po realizohet. Derisa menaxhmenti thekson se pa realizimin e kësaj kërkese është i pamundur fillimi i prodhimit, nga zyra e rregullatorit të energjisë elektrike thonë se Feronikelit i është dhënë mundësia që të marrë energji nga ndonjë furnizues tjetër jashtë Kosovës. Giganti metalurgjik Feronikel rrezikonte të mos nisë prodhimin në arsyetimin se nuk mund të mbulojë shpenzimet për shkak të çmimit të lartë të energjisë elektrike. Menaxhmenti i kësaj fabrike është i shqetësuar nga mungesa një përgjigjeje pozitive prej zyres së rregullatorit për energji. Po kjo zyrë nuk e ka ndërmend të ulë çmimin e energjisë vetëm për Feronikelin, duke u mbështetur në barrierat ligjore që ekzistojnë aktualisht. Në ZRE megjithatë bëjnë të ditur për Tribuna Channel se Feronikelit i kanë ofruar një tjetër zgjidhje. ZRE në letrën e saj për Feronikelin ka sqaruar një alternativë tjetër, të cilën Feronikeli është i lirë që ta shfrytëzojë, duke përdorur statusin e tij të konsumatorit të privilegjuar për të marrë energji nga ndonjë furnizues tjetër jashtë Kosovës, thuhet në përgjigjen e tyre për televizionin. Zyra e rregullatorit për energji thotë se është takuar disa herë me përfaqësues të kompanisë së Feronikelit dhe është munduar që të sqarojë procesin e përcaktimit të çmimeve për shërbimet e energjisë elektrike. Procesi i përcaktimit të çmimeve është krejtësisht i bazuar në ligjet dhe rregullat që rregullojnë sektorin e energjisë dhe nuk i lejon ZRE-s që të zhvillojë procese të reja të përcaktimit të çmimeve, pa u plotësuar kriteret të cilat janë të përcaktuara në rregullin për vendosjen e çmimeve të energjisë elektrike. Thuhet me tutje në përgjigjen e tyre. Në ZRE thonë se çmimet e energjisë elektrike për të gjithë konsumatorët e rregulluar janë të përcaktuara dhe nuk kanë kompetencë të marrin veprime të ndara për ndonjë konsumator në veçantë, kur bëhet fjalë për përcaktimin e tarifave të energjisë elektrike. Ndërsa njohësi i ekonomisë Ibrahim Rexhepi për televizionin thotë se gjendja e Feronikel është e rëndë dhe se qeveria duhet të ndryshojë qasjen ndaj kërkesave të saj. Ai thotë se qeveria duhet të ndihmojë vetëm për një periudhë të caktuar derisa të tejkalohet kriza.
mundësitë e qeverisë Kosovës janë të kufizuara. Nëse preket çmimi i energjisë elektrike, atëherë duhet gjetur formën si. Jo që të ketë energji më të lirë, por ndoshta të bëhet një përqindje e shtyrjes së pagesave për një kohë më të mirë. Meqense nëse bëhet zbritja e çmimit për Feronikën, atëherë jo bëhet hile provusëve të tjerë në Kosovë. Qeveria e Kosovës duhet ta rregullojë çështjen e çështjes së Feroniklit në minierën në Glavic, do thotë në Slatin, për shkak se në tender kur është privatizuar bashku me atë potencial të rezerva që ka. Është fjala për shvetosën e korrupsjes apo për krijimin e infrastrukturës që i jep mundësi të çastit. Këtë duhet ta merr serioze dhe eventualisht të shqyrtojë mundësinë për ngrirje të ndonjë obligimi që ka Feronikeli ndaj buxhetit të Kosovës. Menaxhmenti i Feronikelit ka paralajmëruar se nëse nuk realizohen kërkesat e tyre deri në fund të muajit qershor, atëherë do të detyrohen të marrin masa drastike, ku pasojat paralajmërohen se do të ishin të mëdha. Post punëtorëve të Feronikelit, në hall janë edhe disa punëtorë të Kecit. Mbi 1000 punëtorë të kësaj kompanie kanë nënshkruar një peticion me qëllim që ata t'ia drejtojnë kryeministrit Isa Mustafa dhe kryeparlamentarit Kadri Veseli. Nga këta dy liderë do të kërkohet mbështetje në zbatimin e marrëveshjes së përgjithshme kolektive. Mbi 1000 punëtorë të Kec kanë nënshkruar një peticion të cilin do t'ja përcjellin institucioneve qendrore, e në të cilin shprehin pakënaqësi për mosbatimin e marrëveshjes kolektive dhe mosvazhdimin e kontratave të punës për 74 kolegët e tyre. Hysni Gashin, kryetari i sindikatës Elektrokosova, thotë se peticionin e nënshkruar do t'ja dorëzojnë kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe kryeparlamentarit Kadri Veseli për të kërkuar nga ata mbështetje në zbatimin e marrëveshjes së përgjithshme kolektive. Kryesisht kalon 1100 punëtorëve që kanë nënshkruar deri më tani. Kemi edhe një numër që nuk i kanë pru flet, edhe do të kërkojmë nga kryeministri edhe nga kryetari i parlamentit që të bëjnë presionin e vet në mënyrë institucionale që komisioni për interpretim ligjor, i cili ka qenë i formuar, të jep mendimin e vet. Edhe kjo marrëveshje duhet zbatohet. Ai thotë se menaxhimenti i Kec kërkon nga qeveria e Kosovës që t'i dorëzohet një shkresë për zbatimin e marrëveshjes kolektive, dhe nëse bëhet një gjë e tillë, atëherë Kec do të fillojë me zbatimin e saj. Menaxhimenti kërkon që nga qeveria jonë t'i jepet një shkresë, një letër me cilën obligohet ta zbaton marrëveshjen e përgjithshme kolektive. Nga vetë menaxhimenti kemi deklarime dhe pohime në prezencën e dy ministrive që nëse jepet shkresa për zbatim të marrëveshjes, ai do të fillon me zbatimin ashtu siç edhe ne po kërkojmë hap pas hapi. Punëtorët e Kec paralajmërojnë se nëse nuk zbatohen kërkesat e tyre, ata do të vazhdojnë të kërkojnë të drejtën e tyre me protesta e greva e deri te bojkotimi i ofrimit të shërbimeve, të cilat do të ndikojnë direkt në afarizmin e kompanisë dhe buxhetit të shtetit. Cilësia e arsimit do të parandalonte ekstremizmin, derisa mësimdhënësit duhet të dinë të menaxhojnë paragjykimet e veta. Njësjet e rrethanave të sigurisë vendore ndërkombëtar kanë dalë sot me rekomandime se si duhet të ndalohet ekstremizmi përmes edukimit. Ngritja e cilësisë në arsim do të ndikonte në parandalimin e ekstremizmit, ndërsa mësimdhënësit duhet të dinë të menaxhojnë paragjykimet e veta, kurse kurrikulat dhe tekstet shkollore duhet të promovojnë tolerancën dhe perspektivën. Drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Florian Qehaja, thotë se aspekti i sigurisë është vetëm njëri prej komponentëve për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Sipas tij, problemi i ekstremizmit duhet të shikohet në mënyrë gjithëpërfshirëse. Krahas sigurisë, aspektet tjera janë të një rëndësie akoma më të madhe në funksion të kauzës tonë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë dhe Xhetiu. Drejtori i Universitetit të Kolumbias, David Phillips, e sheh mjaft të rëndësishëm integrimin e Kosovës në institucionet evropiane, duke pohuar se është përkeqardhje që ende ka shtete të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën. Mendoj që një nga arsyet që të rinjt i drejtojnë sytë drejt fesë është sepse mendojnë që kanë mungesë të mundësive në jetën e tyre dhe kjo mungesë buron nga fakti se Bashkia Ndërkombëtare ende nuk e ka njohur Kosovën në tërësi si shtet i pavarur dhe sovran.
Qëllimi im ka qenë që të inkurajoj një njohje më të madhe për këtë çështje të Kosovës. Ndërsa drejtori ekzekutiv i Qendrës për Arsim të Kosovës Dukaxhem Popovci thekson faktin se si vend jemi të prirur që gjërat i trajtojmë vetëm në nivelin e burimeve dhe jo në atë të strukturave. Ai dha edhe disa rekomandime se si duhet të ndalohet ekstremizmi përmes edukimit. Ai thot se në shkollat e vendit mungon sistemi i sigurisë së cilësisë. Duhet të promovojnë tolerancën dhe duhet të promovojnë qasjen shumë perspektive. Pra nuk mjafton gjithnjë që temave të caktuara t'i qasjemi vetëm nga një perspektivë. Këto vlerësime u dha në konferencën me temë parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm përmes edukimit, që është organizuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë në bashkëpunim me Programin për Ndërtim të Paqes dhe të Drejtat e Njeriut në kuadër të Universitetit të Kolumbias të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Agjencioni i Qendrës Civile në Prishtinë nuk ka digitalizim në sportelet pritse për pasaporta dhe letër njoftime. Kjo ka ardhur si pasojë e 2 dështimeve në teren. Digitalizimi në agjencionin e Qendrës Civile nuk po ecën si duhet. Kjo pasi që tenderi i cili është hapur 2 herë ka dështuar si pasojë e mos përmbushjeve të kritereve përkatëse. Lulzim Ejupi, drejtori i agjencionit të Qendrës Civile, thotë se në të ardhmen e afërt pritet të bëhet zgjidhja për një kompani private për digitalizim. Kemi shpallur tenderin edhe vitin që shkoi edhe në këtë vit, po nuk kemi pas operatorë ekonomik që i plotësojnë kushtet për t'ju dhënë kontrata nga Ministria e Punëve të Brendshme. Sido që tjetë është një rëndësie siç thash edhe më herët, prandaj në të ardhmen mendojmë që të bëhet zgjidhja që një kompani të fitoj kontratën edhe të jetë funksionale në Agjencinë për Regjistrim Civil. Ai gjithashtu thotë se pavarësisht kësaj, kjo nuk po e pengon procesin e punës, ndonse ka pasur interesim të madh nga qytetarët për të pajisur me dokumentet e identifikimit. Edhe qytetarët e komunës së Prishtinës po e pohojnë një gjë të tillë. Bujar Shkodra, i cili kishte ardhur për të aplikuar për pasaportën e vajzës së tij, tregon që procesi i pritjeve nuk ishte i mërzitshëm dhe se procedurat ishin të shpejta. Kemi ardhur me apliku për pasaport vajzës, ka skadu afati, tash për nxjerrjen e pasaportit të tre. Jo, realisht na vetë sa ardhëm, fatmirësisht nuk na ra. Por nuk është ky vetëm qytetar që kishte fatin të mos preste. Ishte edhe Besian Hoxha që shprehet i kënaqur me punën e administratës. Enorme me aplikuar pasaport për fëmijë. Jo, vetë sa ardhëm, edhe tash po më na shte krym më shpejt. Tribuna Channel ka kontaktuar edhe me komunën e Prishtinës për të kuptuar nëse kjo pjesë e Qendrës Civile është në monitorimin e komunës. Përmes emailit, ata thanë se agjencioni i Qendrës Civile nuk është në menaxhimin e komunës së Prishtinës. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blog. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, i ka tërhequr vërejtjen britanise. Votimi për largim nga Bashkimi Evropian do të jetë një akt i vetdëmtimit që do t'i rrezikojë përfitimet reciproke në disa dekada. Këtë thirrje emocionale për votuesit britanik ai e ka bërë para referendumit të nesërm në të cilën vendoset se a do të mbetet Mbretëria e Bashkuar në Bashkimin Evropian apo jo. Ta ktheni shpinën ndaj fqinjeve tuaj dhe të tërhiqeni në izolim është kundër çdo gjëje që Evropa dhe Britania qëndrojnë, tha Juncker në një tubim biznesor mbrëm në Athinë të Greqisë. Largimi do të thot vetdëmtim, tha Juncker. Agjencia e spionimit të Indisë ka lansuar 20 satelit në orbit, përfshirë edhe një satelit të avancuar spionimi për ushtrinë e Indisë me vetëm një raketë. Lansimi i këtyre satelitëve u bë sot në bazën ajrore Sri Harikota në pjesën juglindore të Indisë. Sateliti kryesor Cartosat 2 është i projektuar për të transmetuar fotografi për forcat ushtarake të Indisë me rezolucion të detajzuar të hapësira që janë më të vogla se 1 metër katror. Po ashtu me këtë raketë në orbit janë dërguar edhe disa satelitë të tjerë të jashtëm më të vogël, përfshirë 13 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 2 nga Kanadaja, 1 nga Gjermania dhe 1 nga Indonezia. Tregu botror në vlerë prej shumë miliarda dollarësh për lansim në gjithësi po bëhet gjithnjë eme konkurrues pasi kompanitë private ofrojnë shërbime të fluturimit në kozmos dhe avancimet teknologjike që reduktojnë çmimin e dërgimit të satelitëve në orbit.
Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.